Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot do t'ju prezentoj një recept që ti ta përgatisni. Ju kisha preferu sidomos të një qifteve të reja që janë zakonisht të zonën tonë ditën me punën edhe me deri në orët e vona dhe është një drekë e cila përgatitet për një herë shumë shpesh dhe çka është më me rëndësi është shumë e shëndetshme dhe shumë e shijshme. Prandaj ju nevojitet një paketim peshk të ngrirë, burania të ngrira dhe domatina të freskëta. Buranijat mundeni edhe kur është sezona që është të freskët. Zakonisht për këtë recept shkojnë buranijat të cilat janë të gjelbërta, por mundeni me përdor ato dhe ato të verdhat që janë, ose mundeni me përdor brokoli, lule lakën, çka do. Por unë ju kisha preferu që këto tri kombinime të shkojnë bashkë për arsye se janë jashtëzakonisht përshtatën mirë. Pastaj ju nevojitet 2-3 thelbi hudhër, erza të thata të cilat i kom përzi këtu. Këtu janë për shembull është oregano, është magdanozi, është borziloku dhe të gjitha i përzinë, do të thonë është një përzierje e erzave të thata, pak piper të zi, pak piper të kuq, kryp kemi të urës dhe të euronit, kështu që janë shumë të mira dhe të kvalitet. Vaj ulliri dhe tash të fillojmë procedurën se si ta përgatisni. Peshku nuk duhet me qenë krejtësisht i shkrirë, do të thotë gjysëm i shkrirë. Dhe këto e rendisni kështu në letër përpjekje. I rendisni kështu peshkun që parafërsisht jo me qenë ashtu të dëndën, po pak ma me pas hapësirë për mu pjekë ma mirë. Pastaj i merrni buranijat dhe i vendi për afër kështu. Dhe pastaj afër tyne i rendisni domatinat. Dhe ka që shikues të nderuar, po e shihni edhe vend në ngjyrat e bukura, përbërësit e mirë dhe shumë recete lehtë që edhe mund ta përgatisni. Atëherë qesim krep të urës, të malojve. Për adhuruesit të peshkut një recept jashtëzakonisht e mirë dhe e lehtë. Pastaj i shtoni piper të zi. Pastaj në hudrën këtu ku i keni 2 deri në 3 thelbi hudër, e shtoni erzat e thata dhe mjaft vaj ulliri. I përzini të gjitha këto bashkë mirë. Dhe ja shtoni peshkut, buranijave dhe domatinave. Dhe shikues të nderuar, një tavë të psia, qysh do një thënë vetëm shumë e shijshme, shumë e bukur. Dhe tash e fusim në furrë të piqet në 250 gradë Celsius, parafërsisht diku 25 deri në 30 minuta. Ju do e shihni edhe vetë, derisa e vreni që janë skuq peshqit, atëherë këto janë të gatshme. Dhe shikues të nderuar, tava është e gatshme, mund ta nxjerrim dhe ta servojmë. Thjesht. Dhe shikues të nderuar, janë si po shikoni që thoi këta trit me një potencë i keni të gjitha në pjatë. Unë me këtë pjatë të shijshme dhe të mirë dhe të shëndetshme, deri në emisionin e ardhshëm ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira.